الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi profetin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut në vend të dersit të vazhdueshëm, në vazhgën e derseve që I kemi të Kitabut Tahara, dua t'ju përkujtoj me disa argumente nga Kurani dhe Suneti në lidhje me një çështje që e shoh si shqetësim shumë të madh. Ajo është rëndësia e namazit me xhamat. Do t'ju përkujtoj veten dhe juve me disa argumente. Për besimtarin, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujto sepse përkujtimi ju bën dobi besimtarëve. Pra prej neve kërkohet rikujtim. Nuk ka diçka që e gjallëron zemrën e besimtarit se sa fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ne jemi robët e Allahut, ne e para që duhet ta kemi parasysh për çfarë na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është çështja e parë që duhet ta kujtojmë veten tonë. Neve na ka krijuar Allahu për me adhuru atë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk I krijova gjinët dhe njerëzit për asnjë motiv tjetër, arsye tjetër, veç se që të më adhurojnë mua, kuptimi I ajetit. E yahsabu l-insanu an yutraka suda, a mendon njeriu që është kriju kot në këtë dunja edhe të mos urdhrohet dhe të mos ndalohet. Pra, gjëja e parë që duhet ta keni të qartë dhe ta kujtoni veten e juve se për çfarë jeni të krijuar. Jeni krijuar me adhuru Allahun te baraka ve taala. Dhe çështja e dytë që është po ashtu shumë e rëndësishme me pas të qartë, ne nuk e dim kur do vdesim. Ne nuk e dim kur do të na vijë momenti I vdekjes. Ajo innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba, thot Allahu në Kur'an. Njerëzit e shohin ditën e gjykimit si diçka shumë të largët. Kur flasim për ditën e gjykimit, thuaj se mi ka flasim për diçka që shumë larg ka më ndodhur. Innahu qariba, ajo shumë afër. E para, hapi parë për ne muslimanët është, pra që për gjithë, por ne që duhet e besojmë ditën e gjykimit pastër, e para është, hapi parë drejt ahiretit është vdekja. Pra në mes nesh dhe vdekjes mund të jenë ditë të caktuara, mund të jenë muaj, po edhe nëse janë vite, dekada. Është një këshillë një dietari kur ka kaluar pranë pleqjve të moshuarve, ai ka marrë një shembull. Edhe ju ka thonë atyne, çfarë prisni, ka thonë ju? Çfarë prisni? Pema e cila piqet, pra fruti, molla, ndeg, kur ajo pjeket, çka pritet? Me ranë tokë. Kështu është ai I cili është në moshën e pleqërisë, ka kalu vite. Pra selefi kur I kanë kalu 40-at, e kanë llogarit veten, e kanë këshillu veten. Çfarë pritet pra ai që e kalon moshën 60 vjeçare, 70 vjeçare, 80 vjeçare? Pastaj ka një pikë shumë të rrezikshme. Ai që adaptohet me mos faljet namazit në xhami, I kalon jetë ashtu. Tani ai I cili kalon një pjesë e jetës, pa dhikr, pa ibadet, e ka të vështirë tani më të përmirësoj veten e tij. Pastaj kur ka kalu pranë të rive, ju ka thonë atyre, ky dietar që ka marrë këtë shembull, sa pempra ndeg bin tokë para se të piqen. Pra sa njerëz vdesin në moshën e re pa
pari moshën e pleqërisë. Dhe shumica e njerëzve nuk plakën. Shumica e njerëzve nuk plakën. Pra, çfarë kemi na para nesh? Pos vdekjen. Por në vdekjen nuk duhet ta kemi parasysh si një frikje që po ndahem nga kjo dunja, por në çfarë gjendje po vdesim. Absolutisht besimtari friksohet vdekjes. Por në një mënyrë tjetër. Ka frikë se si po i vje fundi. Në çfarë gjendje po e gjen robin. Dhe këtu ne nuk kemi sikur ata njerëz të paditur që vdekje të mire konsiderojnë nëse njeriu vdes në sejdë. Nuk është kuptimi i fesë kjo. Nëse njeriu është me shirk, nëse njeriu është me bidate, nëse njeriu është nuk fal namazin me xhamat, edhe zan vdekja në sejdë. Ne nuk themi që ati i ka arë përfundimi mirë. Ne nuk e dim. Por ne nuk duhet na mashtroj ai moment. Sepse ai është ka qenë, edhe pse ndoshta ka vdekë në sejdë, ai nuk ka marrë pjesë në namazin me xhamat. Apo ai ka pas probleme në akide. Pra, fundi i mirë është njeriu me qenë ehli sunne. Me pas bazat shëndosha, me qenë i qiltër, i pastër në ibadetin e tij. Pra njeriu mund të vdes në aksident, mund të vdes në vdekjet natyrshme, pra ka bo dhikrin e mëngjesit, edhe mund të vdes për skeleve atje, në punën e tij. Këti ka arë përfundimi mirë. Pavarësisht gjendjes, sepse ne nuk duhet na mashtroj momenti i pamjes së tij, si ka vdek. Pra, kuptimi i fesë është çfarë gjendje ka pasaj në jetën e fundit. Kjo është për qëllim. Pra, nëse një njeri është në kufër, edhe pendohet edhe kthehet në tauhid dhe në sunne, kthehet në islam, ajo është gjendja e fundit e jetës së tij. Prandaj, përfundimi i mirë duhet, kjo është një pikë shumë e rëndësishme, që duhet ta keni parasysh. Ti friksoni se si po na vje fundi. Dhe namazi me xhamat është prej pjesëve më të rëndësishme, prej obligimeve më të mëdha në islam. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. E para që keni me dhonë llogari para Allahut në ditën e gjykimit është namazi. Awwal e para që ka me dhonë Allahu, ki me dhonë para Allahut përgjithësi për jetën që se si e ki kalu, është pra çështja e namazit. Nëse namazin e ke në rregull, atëherë edhe veprat tjera janë në rregull. Çka ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala? Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Shtëpiat, xhamit janë vende që i ka ngritur Allahu, që ka urdhruar që të përmendet lart emri i Allahut, që të lartësohet o yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, të madhrohet Allahu mëngjes dhe mbrëmje. Dietarët kur e komentojnë këtë ajet, ja japin kuptimin që Allahu ka urdhruar që e para të ndërtohet xhamia, të ruhet xhamia nga çdo lloj fjalë boshe, tema të kote dhe veprime që nuk përkojnë me edukatën e xhamisë. Këtu sigurisht përfshihen gjitha ato bidatet, apo si shkemi tash kohën moderne, pasues të bidatit që kanë bërë tradit ilahit. Gjitha këto xhamia urdhrohet që të pastrohet për gjithë kësaj. Dhe përveç kësaj që duhet ta kemi ndërtimin e xhamisë, pastërtinë e saj, edukatën në xhami, Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon prej neve në xhami, çka është më e rëndësishmja, që të zbukurohet xhamia me faljet namazit. Që aty yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Wa yudhkara fiha ismuhu, dhe të përmendet emri i Allahut. Çka është për qëllim përmend emri i Allahut? Këtu përfshihet namazi, leximi i Kuranit, ligjëratja, dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes. Pastaj ka thënë Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ka burra që nuk i ndan prej namazit, prej xhamisë. As shitblerja, as tregtia. Nga përmendja e Allahut. Rijalun la tulhihim, nuk i mashtron.
Pra në mes te dhe në mes ibadetit ka gjana që të mashtrojnë. Ka gjana që të mashtrojnë. Është e vërtet që dyshimet janë shumë të rrezikshme, por është pjesa e ibadetit, e endjeve, e epsheve. Pastues të sunetit janë duhet me qenë të parët në ibadet. Pra, në adhurim dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, mi pas frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, rijalun, Allah i ka mërtuar burra. Kush janë ata burra? La tulhihim tijara, wala bay. Tregtia nuk i ndan nga namazi. Namazi me xhamat, nga shitblerja, namazi xumas, namazi sabahut, namazi ikindis. Asgjë nuk të ndan. Për këtë, lejse l'ghina an kathrati l'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs, nuk është pasuri njeriu me pas shumë. Pasurinë e kësaj dunjaje, po pasuria e vërtet është me pas pasurinë zemër. Pra, pasuria duhet me qenë në dorë, por jo në zemër. Nëse e ke në zemër, atëherë e ke edhe në dorë. Por nëse e ke atë pasurinë e vërtet, devotshmërinë, frikën ndaj Allahut, që kjo është pasuria kryesore, atëherë edhe ke pasurinë në dorë, pasurinë e dunjas. Por kjo nuk është Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. O Allah, mos e bë dunjan gjën më të shtrenjtë dunjas, të rëndësishme të jetës. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Kur të pëlqen ndonjë diçka e bukur nga kjo dunja, Allahumma la 'aisha ila 'aishul akhirah. E bëni këtë dua, o Allah, nuk ka jetë të vërtet pos jetës ahiretit. Ma la aynun ra'at, e ka përgatitur Allahu për besimtarët në xhennet, ma la aynun ra'at. Çka syni nuk ka pa. Wala udhunun sami'at, as veshi s'ka dëgju, wala khatar ala qalbi bashar. Asnjëherë nuk ka menduar njeriu çka ka përgatitur Allahu subhanahu wa ta'ala. Bashir al-masha'in, përgëzoj ata të cilët ecin natën në mbrëmje namazin e yacis, edhe namazin e sabahut kur është errët, ku nuk ka dritë, bashir al-masha'in, pra përgëzoj ata që vinë xhami binurit tam, me dritë plot në errësirën e ditës së gjykimit. I ka përgëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Besimtarët me namaz, me abdes, do të vinë ghurran muhajjelin, pra balli që është pastruar me abdes, duar deri tek brylët, këmbët, do të kenë nur dhe dritë në ditën e gjykimit. Prandaj, asnjë rrethan namazi me xhamat ka disa raste specifike. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon robën për te mundësive që i ka. Por për ta kuptuar ti se a je nga ata që arsyetojsh marrë në xhami, mjafton ju përkujtu me ajetin kuranor ka Allahu subhanahu wa ta'ala në surën An-Nisa, e përmend se si në luftë duhet falet namazi me xhamat. Në luftë, në betejë. Pra safi i parë që ndrojnë kom, ata mbrapa binë sejdë, kur ngriten ata, pra pastaj kur safi i parë është në sejdë, ata rrinë kom, në këtë mënyrë për me vrojtu, me shiku nga ana armikut. E fali namazin me xhamat. Përmendet tefsir, Allahu alem, tefsira përmendet që i ka ikur Sulejmanit alayhis salam, ka për disa për tefsirë që e përmendin namazi i kindis, ka pas dashurit madhe për kuajt, duke i shalu kuajt me 10, apo thua deri në 200 kuaj ka pas, të bukur, edhe i ka kalu namazi i kindis. Kur e ka kuptuar, e ka vë therin e kuajve. Pse? Edhe pse rufi al-qalam an 3, është ngrit lapsi për 3 persona. Mesin atyra ai që harron. Pra nëse njeriu harron me fal namazin, ai nuk ka gjuna. Harresa është natyrë, Rabbena la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. O Allah, mos i merr për gabim ato që i bëjmë gabimisht. Dhe ato që i bëjmë nuk kemi, pra nga harresa apo nga gjumi. Është natyrshme. Por njeriu duhet mi pas frikën Allahut subhanahu wa taala. Shaghaluna, i ka mallku Allahu jahudit që në bëhë sebeb për me shty namazin e ikindis. Pra në betej, luft, për shkak të betejës, për shkak të luft, është shty namazin.
në një rrethanë të caktuar. Pra nëse jeti në front në moment të zhvillimit të betejës, ato janë rrethana të jashtëzakonshme. Pra sikur njeriu është në operim, nuk mundet tashti, nëse është mjeku në ato rrethana, domethënë që ai nuk duhet ta rrezikojë jetën e pacientit me thonë po falna. Pra kjo janë rrethana të caktuar që përjashtohet, por namazi është pjesa, pra kjo e qartëson çfarë peshë të madhe ka namazi. Ja, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, thot Allahu në Kur'an, falni namazin, jepni zakatin dhe bini në ruku me raki'in, me ata që binë në ruku. Kjo është një për argumenteve më të qarta, më të fuqishme për obligueshmërinë e faljes së namazit me xhamat. Transmetohet Sahih al-Bukhari dhe në Muslim, Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna athqala salatin ala al-munafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr. Namazi më i rënd për hipokritët ka qenë namazi i yatsis edhe namazi i sabahut. Për çfarë? Sepse në atë kohë është jetu në tjera rrethana. Pra si ka përëndu djeli, njerëz kanë pushu deri në mëngjes. Pra është dash me prit namazin e yatsis dhe njerëz kanë qenë të lodhur, të angazhuar, ka qenë e rënd me prit 2 orë, 1 orë gjys, dhe është dash me prit. Prandaj ata që kanë qenë hipokrit, ka qenë e vështirë dhe kanë ra pa e fal namazin. Edhe namazin e sabat duhet me prish gjumin për me fal namazin e sabat. Prandaj çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Walau ya'lamuna ma fihima", sikur ta dinin se çfarë dënimi do të ketë, çfarë kërcënime ka, çfarë për ata që nuk falin namazin me xhamat, la atawhuma walau habban, do të vinin edhe zhagas, apo edhe sikur ta dinin shpërblimin. Pra me ditë çfarë rëndësie ka namazi me xhamat, do të vinin njerëz edhe zvar. Do të vinin edhe zhagas për me arë në xhami. Pra ne shohim kur kemi dikon që e dojmë shumë, edhe na cakton në 5 mëngjesit me dalë në aeroport me marrë ose herët shumë edhe se kem pa një kohë gjatë, pra mund them që as nuk ka nevojë me bë orën për mëngjes. Se prej dëshirës madhe del gjumi. Ose nëse ki me shikun diçka shumë të rëndësishme, ose ki një takim, ose ki diçka që ka të bëjë me dunjan, ose ki një me pi një medikament që është i rëndësishëm për shëndetin tonë. Po thuaj se 1 minuta 2 del para si me bo sahati. Për namazin e sabahut ke vështërsi, ke rëndim, pra vështërsi e madhe për më ngrit me fal namazin e sabah. Prandaj, vazhdon hadithi, وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Kam menduar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të ngritem mi fal namazin me xhamat, ta caktoj një imam dhe ai të fal namazin me xhamat. Dhe të marr një grup njerëzish edhe të përmarrim një tub drush, edhe të shkojmë te shtëpia të atyre të cilëve nuk vinë me fal namazin me xhamat dhe t'ja u djegim shtëpia. Pra, nuk e ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë. Sepse kjo do të ishte shumë e rëndë. Prandaj, por mjafton si paralajmërim se çfarë meriton ai njeri që nuk i përgjigjet. Dhe nëse logjikisht e mendon njeriu këtë hadith e mediton pak, sikur dikuj edhe t'i kallet shtëpia, ajo do të ishte një mësim për to, një parapërgatitje që të mos ta prek zjarri i xhehenamit. Pra për këtë dietarët më shumë i dojnë fëmijët se sa prindrit, pra nxënësit e tyre se sa prindrit e tyre. Sepse dietari e edukon nxënësin Kur'anin dhe Sunnën,
që me qeni edukuar, ndërsa prindi është i pakujdesshëm. Nga mshira e tij e bëhet shkaktar edhe devion fëmia i tij. Prandaj kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Pra, kjo është argumenti i qartë për rëndësinë e namazit me xhamat. Po ashtu ka ardhur Sahih Muslim, po ashtu Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë, ata nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ka ardhur, dhe kjo pothuajse këtë hadith do të na mjafton të ne për gjithë jetën me marrë si mësim, si këshill në lidhje me namazin me xhamat. Sa i rëndësishëm është namazi me xhamat. Thotë Abu Huraira radiallahu anhu, dhe Allahu alem ky ka qenë Abdullah ibn Maktum, muezini pejgamberit alayhis salatu wasallam, i cili ka qenë i verbër. Ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salatu wasallam i verbër dhe i ka thënë, innehu laysa li qaidun yaquduni ila al-masjid, unë nuk kam një orientues që më orienton në xhami. Pra nuk kam një përgjegjës që më merr edhe më çon, më orienton deri te xhamia. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam në fillim ja ka lehtësu. Pastaj e ka kthy shtëpinë dhe ju largu nga pejgamberi alayhis salatu wasallam. Prandaj pastaj e ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prap. Dhe i ka thënë, hel tesma'un nida, a e dëgjon thirrjen? Hel tesma'un nida? Pra kjo është një për argumenteve që aty ku thirret ezani, dhe dëgjohet ezani, e ke obligim që ti përgjigjesh ezanit. Hayya ala salah, e janë namaz. Pastaj çka do të thonë hayya ala falah? E janë shpëtim. Pra, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët kanë frikën e Allahut në namaz. Pra, bojnë namazin me kujdes. Khashi'un. Pastaj Allahu ka përmend një muri, një cilësish, ata që janë të moralshëm, ata këtë, prap ka thënë walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, ata të cilët janë të kujdesshëm namazin e tyre. Të padyshim që futen këtë ajet ata që ruajnë namazin, pra namazin me xhamat. Namazin me xhamat. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, hel tesma'un nida? A e dëgjon ezanin? Ka thënë, naam, po. Ka thënë, fa ajib, përgjigju. Po ashtu ka një transmetim tjetër, ku ky njeri ka thënë, apo inni rajulun darirul basar, unë jam njeri që nuk shoh, kam vështirësinë shikim, pra nuk shoh. Shasi'u dar, e kam edhe shtëpinë larg. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la ajidu laka rukhsa, nuk mund gjej për ty lehtësim. Çfarë mund të kuptojmë nga kjo? Për çfarë ka pyet ky sahabi i nderuar? Po t'ishte sunna namazi me xhamat, dhe kjo është një argument më të fuqishme që namazi me xhamat është farz, është vajib. Po t'ishte sunet, ky njeri i verbër nuk do ta pyeste në këtë mënyrë pejgamberin alayhis salatu wasallam, nuk do të kërkonte leje. Pra siç kanë ardhur disa njerëz, para si më nis për luftë, kanë kërku arsyetim që mos më marr pjesë luftë, pra ka qenë obligim. Dhe kjo është pra, po ashtu ka një transmetim ku pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, Sunan Ibn Majah, nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, men sami'a an-nidaa falam ya'ti, kush e dëgjon ezanin dhe nuk vjen, fala salata lahu, nuk ka namaz për të, illa min udhr, përveç ai që ka arsyetim. Illa min udhr. Këtu dietarët diskutojnë. Ka mendim të dietarëve që thonë nuk pranohet namazi nëse nuk ka arsyetim mos marrën xhami. Nuk pranohet fare namazi. Ka një mendim, por mendimi i saktë është, me lejen e Allahut, që namazi që nuk falet në xhami, por nuk kushtar pa asnjë arsye që justifikojnë atë, arsye shariatike, namazi pranohet, por është me përgjegjësi, është me gjuna. Pra namazi pranohet, por ti e bart gjunahin që nuk ke harë. Ky është mendimi i saktë. Pra nuk ka namaz pa përgjegjësi.
E kemi një argument nga Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu. Ja çfarë ka thënë? Men sarrahu an yalqa Allah gadan musliman. Ai që don me taku Allahun ditën e gjykimit. Musliman, falyuhafiz ala haula'i salawat. Le të ruaj 5 kohë të namazit. Haythu yunada bihinna, kur ai thirret. Pra kur thret ezani dhe dëgjon, fa inna Allah shar'a li nabiyikum, sepse Allah pejgamberi alayhis salatu wasallam, sepse Allahu e ka bërë të ligjshme për nga i dërguari i tij sunan al-huda, rrugët e udhëzimit. Wa innahunna min sunan al-huda, pa dyshim që nga rrugët e udhëzimit është namazi me xhamat. Walau annakum sallaytum fi buyutikum, edhe nëse ju falin shtëpiat e juaja, kama yusalli hadha al-mutakhallaf fi bayti, ashtu siç falet ai që vjen në xhami, la taraktum sunnata nabiyikum, atëherë ju do t'i praktikoni sunetet, rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe çfarë ndodh? Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, e nëse i lëni rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ju do të devijoni. Prandaj ai i cili fal, ai i cili merr abdes, pastrohet, merr abdes, vjen në xhami, përveç se Allahu ja shkruan bi kulli khutwatin yakhtuha hasana, për çdo hap ka njeriu shpërblim, wa yahuttu anha biha sayyi'a, edhe i shlyhet një mëkat. Wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Në kohën tonë thot Abdullah ibn Mesudi, nuk është nda nga xhamia askush përveç ai i cili ma'lumun nifaq, ka qenë i qartë hipokrizinë e tij, nifaqun. Wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi, pastaj ka thonë, do dëgjoni çfarë ka thënë. Wa laqad kana ar-rajul yu'ta, ka njeriu që kanë kap 2 persona për krahët e tij, për supe, bejnë ar-rajulain hatta yuqama fi as-saf, derisa kanë vendosur në saf. Pra në atë kohë ka pas karroca për me prude në xhami, por e kanë kap 2 persona edhe e kanë vendosur në saf. Kështu kanë vepruar sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Përmendën Sira Alam an-Nubala, Sa'id ibn Musayyib ka thënë: "Ma fatatni salatu al-jama'a, as-salatu fi jama'atin mundu 40 sana." Nuk më ka humbur asnjë namaz me xhamat që 40 vite. Sa'id ibn Musayyib: "Ma fatatni as-salatu fi jama'a." Nuk më ka humbur asnjë namaz për 40 vjet me xhamat. Pra këta kanë qenë selefi. Kjo është devotshmëri, kjo është përkushtim, kjo është kuptimi i fesë. Ku është ai vdekur? Por ne sot për marrim shembull pas 13 shekujsh, 14 shekuj për marrim shembull, se kjo është pe gjenerata të para, Sa'id ibn Musayyib. Për marrim shembull, po vepra ti, asgjë nuk humbet. Asgjë nuk fshehet. Allah regjistron çdo send. Edhe do ta shpalos ditën e gjykimit. Përmendet që Ar-Rabi ibn Khaytham kanu yuqad ila as-salat wa bihi al-falij. Ka qenë i paralizum. Ar-Rabi ibn Khaytham. Faqila lahu rukhisa lak, ty tu ka letësu, pra njëri i paralizum. Faqal inni asma'u, ka thënë unë po e dëgjoj. Hayya ala as-salah, unë po e dëgjoj fjalën hayya ala as-salah, e namaz. Pra, e janë shpëtim. Hayya ala al-falah, e janë shpëtim. Fa in istata'tum an ta'tuha walau habwan. Hadithi ka thënë se mundi marr zhagës, duke ecë zvar deri në xhami. Pra kjo është pesha e namazit me xhamat. Përmendet që një prej selefit shmartu vajza e tij natën e parë, ka shku pra të dhëndri edhe të vajza të dera, derisa njerëz për rreth janë habit nga ky veprim, deri edhe i ka përkujtuar me fal namazet me xhamat. Aty afër xhamis nuk ka pas mundësi pra ky, pasi e ka kryer namazin me xhamat, është kthy prap. Edhe i ka orientu dhëndrin me shku deri te një xhami tjetër.
Pra duket si veprim i çuditshëm, por atyre ju ka interesu vetëm çështja e dinit. Pra ka dashur mi përkujtu që kjo martesë mos bëhet sebeb që mi largu nga ibadeti, nga këtë mirësin mos me shëndru në nikme, në mëkat. Pra e ke evladin, nëse nuk e edukon, ajo kthehet në gjuna. I ki mirësi të Allahut, dëgjimi është mirësi, në shiqimi, por nëse nuk i vepron me atë që ka lejuar Allahu ti, do të thonë do të kesh llogari për Allahut. Inna as-sam'a wal basara wal fuada, pra dëgjimi, shiqimi, zemra, gjitha këto do të japin llogari për Allahun ditën e gjykimit. Andaj, këto ishin disa argumente që unë desha t'ju përkujtoj me faljen e namazit me xhamat. Prandaj, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mos undani nga namazi me xhamat. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 persona që do të hinë në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit, atë ditë kur do të afrohet dielli sa një milje dhe do të ketë vap shumë të madhe. 7 persona që do të hynë në këtë hije të arshit të Allahut, që krijon Allahu këtë hije, është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Zemra e një njeriu që është e lidhur me xhami. Pra, pse është përmend zemra? Kur është zemra e lidhur me xhami, është këtë trupi. Kur ti sado që të mundohesh me trup, por zemra nuk e ke lidhur. Pra, tër forca është. Prandaj ku e përmendëm më herët ajetin, ka burra që nuk i ndan as tregtia, as pasuria, as shitblere, nuk i ndan nga namazi. Pastaj në vijim ajeti thot tataqallabu fihi yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar, sepse ata i friksohen një ditë. Ata i friksohen një ditë që zemrat i friksohen. Pra friksohen zemrat nga dëshkimi i Allahut. Dhe syt do të friksohen, pra në ditën e gjykimit njeriu do ta nuk e ka të qartë ku do shkojë, në zjarr apo në xhenet. Pra nuk e ke të sigurt, pra dëgjimi, zemra dhe shikimi friksohen. Andaj lusim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të na jap, na shtoj imanin, na shtoj bindje të thellë në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të shpresojmë sepse namazi me xhamat shkar në hadith është më me vlerë, shpërblim më të madh se sa 27 shpërblimet namazit që falet njeriu vetëm. Prandaj përveç friksimit të argumente, ka dhe inkurajim, ka shpërblim të madh. Namazi me xhamat ka vlera të mëdha, ka urtësi të mëdha. Pra, sa mirësit i ka namazi me xhamat. Pra, njeriu që është i vetmuar shoqërohet me vëllezër, problemet që i ka, brengat që i ka, ndihma, edhe çështjet e dunjas Allahu ja lehtëson. Sa të mirësi i ka njeriu për namazit me xhamat. Pra njerëzit kanë prej problemeve shoqërore që është bashkë në këtë kohë është depresioni. Sa ja lehtëson njeriu namazi me xhamat. Sa ja lehtëson njerëzve namazi me xhamat. Namazi me xhamat. Sa brengat i ka njeriu në këtë dunjë. Sa është e natyrshme ai që lëviz, vjen e fal namazin e përkujton Allahun. Nuk është i njëjti ai sikur para namazit pas edhe namazit. Takohet me dikon dhe përkujton me fjalën e Allahut. Pra njeriu është i dobët. Për këtë arsye në udhtim nuk lejohet me udhtu vetëm, pra nuk është e preferuar. Pra ai që është vetëm, shejtani ka përmend pejgamberi sa osem, 2 dhe 3 i ka preferuar. 3 që me pas edhe një udhëheq. 3 pra udhtim i mirë, sa më shumë, mos me qenë udhtim vetëm, sepse njeriu mund të bijë në gracë. Nëse ai nuk vjen me fal namazin me xhamat, mbetet i vetmuar, pastaj shoqëria nëse nuk janë ata që falin namazin me xhamat, çfarë do ndodh me ty? Sikur ka marrë shembull pejgamberi alayhis salatu wasalam, shoqëria e keqe është shoqëria e mirë. Ata që janë në xhami janë sikur kur hyn me blenje një parfim. E blen parfimin, përfiton. Po edhe nëse nuk e blen, aty kur del shka me të ardhera mirë. Nëse nuk mëson diçka në xhami, ke me pas sjelljen, edukatën, veprimet mira, pastërti. Pra do mos ti duhet të detyrohesh me qenë i pastër në xhami, që
mos detyrohesh pra që edhe petku me qeni pa. Në gjitha aspektet përfiton. Dërsa shoqëria e keqe janë sikur farkatari. Pra nëse hyn aty, ose ta djeg teshën, rrobat, nëse nuk ta djeg rrobën, kur delsh ka me të ardhera keqe. Kështu është shoqëria e keqe. Pra tema koti, tema ndryshme, tema të bezdishme, tema vetëm për dunja. Pra edhe nëse janë gjërat lejuar dhe të prohet, ato nuk janë preferuar. Nuk janë preferuar. Prandaj namazi është pjesë shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme e jetës. Aty fillon njeriu të ardhmen e tij. Aty është inë salate tenha anil fahshai wal munkar, me të vërtetë namazi, si thot Allahu në Kur'an, kuptimi i ajetit, namazi të largon nga veprat e nevoshme të këqija, fahshai wal munkar, pra veprimet të këqija, nga zinaja, nga fjalët e dyta, wal munkar, veprat e këqija. Kjo është të person të lutim Allahun subhanahu wa taala që të na fal gabimet tona dhe na forcojë në këtë çështje që të jemi sa më të kujdesshëm në namazin me xhamat. O sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.